Kjo pyetje s'ka lidhje me me këto që po diskutojmë. Çfarë mendon ti për këtë trendin soft life ku shumë vajza kërkojnë këtë sigurinë financiare te partneri? Ëm, Kush jam unë të gjykoj, por nëse e marr nga vetja ime, nga rrethi i njerëzve që unë do zgjidhja dhe zgjedh të kem afër në të përditshmen time, nëse do soft life ta ndërtosh vet ose pra të Jo, jetë një ta në kërkosh nga bashkëpuni, partneri. shumë dakord, se edhe unë e dua. Të Ta gjithë e duam. kërkosh nga partneri sigurinë financiare, jo ta ndërtosh vetë. Ë, Dështim. Më vjen keq, po besoj që këta njerëz, këto vajza, se gjithmonë më shumë është në aspekt në gjinin ton që Po, jo, gjykohet. po kjo gjykohet, por Po, është edhe pak e vërtetë thua ti. është e vërtet, por unë mendoj që ka dhe në gjinin edhe meshkuj që Po, e kërkojnë te vajzat këtë soft life, se kërkojnë vajza që t'jenë të arrira, vajza që t'jenë po të bëhet jeta Va më e po, thjeshtë, se po. nuk i varin më shpresat Por vetëm në veten e paragjykimet janë tyre, vetëm për vetëm për vajzat, se vajzat. Po. asnjëherë nuk thuhet që meshkujt kërkojnë soft life, po kërkojnë vajzat soft life. Por realisht mendoj që ne asnjëra prej nesh nuk ka nevojë ta kërkoj soft life te një partner apo te një person tjetër, Po, apo te familja. po, po. Ëm Kërko ndihmë për t'u shkolluar, për të punuar, për të investuar pra në gjëra që duhet. Dhe patjetër pastaj të gjitha këto përkthehen, edhe njerëzit punojnë edhe duan të jenë, po them, shumë mirë financiarisht, që të kenë këtë mundësinë për të bërë një soft life.